Dhe imani në zemër u iqë të vlapën. Nuk mjëllet njëherë lajle në zemër, njëherë ka mjëll një informatë, që aty e kalon, më kur asë ka jitë, asë ka këtë qa ka botë, a duhet me shtu uj, a me shtu uj, a me këthy ka dilë, edhe imani me këshyrë. Dhe njerët lullet në shpi këshyrit ma shumë se imani në zemër që e ka. Kjerën e lanë ma qpesh se zemër në vetë atë. Apo shpinë e pasërën ma qpesh se guhën e vetë. E të një dënë me konë paqë, po së mund me konë paqë Allah. A ka mundësi me konë kjerri i pasër, 3 muaj se ka la dhe shi kara, edhe paqë e kërsi bilurja. A është e mundshme? Së është e mundshme, Allah, që është e mundshme. E që është e mundshme zemën e pasër me majtë, sa gjunaje, sa sfide, sa telashe, sa problemi, sa mëkat ju përhape, sa fesad ju përhape, edhe aj asë ringati, asë ujtë, asë kur gjë, edhe të zemën e fortë të këmë. Dhe i ka Allah, të kjerën së me mund të fortë, apo përbal baltës më hadhës atër. E qysh mush me moj zemrën pa ujtë e pa kujdes? E pejgamberi ka përmend se el iman, imani që e kemi, apo ai është sikur se tesha, nga përdorimi i tepërt, çka e bëhet me teshën? Shlihet, e dobësohet. Malli sa me kon i mirë, sa me kon original, apo me e la 200 herë me e la atë. A është një sikur të nëcish për fabrike? Ja, s'ka mundësi me kone Allah. Ma diherën e parë se lash, dalon me herë mes ati malë dhe ato që ndugoj. Me herë. E lejmo me la disa herë. Andaj përërësëm ka thonë, imani din më shli. Apo? Andaj përtri me imanin në zemët e juaj atë. E që është përtri e imani? Me që ato që i thonë? Ty këshyrë mas po e rrujë, me dhije, duhet gjithë me ujtë imani me dhije. Gjdo dhe me shku të qka, me mësu të qka, me ngu të qka. E njeri kur se ushqen zemën me ligjërata, kur së ngon ders, zvjen ders, kur shtë zon libra, së ngon e gjallar, kom ngun e bal, i që të me mujt me qutë e në fund, jo, bal, edhe para njove bal kja hongër, mos me hongër një mujt dit, që ata të bon bal, atë bon bal, ata hargjit dhe me herë, dhe me hongër e pët më sërsa ati, kur së është bal? E pse kur s'po thojnë njëri, a ka mësë njëri nërë ndodhë në njëri? I ndodhë njëri, 10 orë flanë, i ndodhë, 11 orë flanë, i ndodhë. Edhe kur qohët, apo, mas 10 orë apet, i bjenë krytë apet. Që s'letë e bëlla, o e latin kërëm që une, apo, edhe kur të hamë bukë që ashtot, po, të të që bukën e hongre, Allah, po, që atin kërë kona ja, ta ka të në sahatin. E kur i thushë Allah pëtën për des, Allah e ngoha para 2 javat, atë për në des në shkojmë. E pëse thushë të njëjtën për buke, për ushqime dhe për gjume, për kejt. E kush ka ma te për nevojnë këtë situatë më u kujdes? Kush e ma në rrezik njëtë një përditshme? A barko ma në rrezik, a zemra? Ta të këqyrëm këmë duhet ma shumë ma qpesh me njëjtë gati. Sa Allah po të është si druni. Ta është të këqyra, imanit është si kështë druni. Ku fryn era ma shumë? Sot, era e sprovave, a i bjen era ma fort, ka barku, a ka zemra, ka i bjen era ma shumë. Po që të qëtja mbrojti, ku të frinë ma shumë të të qëtja? Andaj qësh mjaftot njëri apëtër, një desh në 2 javë. A dhjel një javë të pak për sprova që i kemi apëtër. Një nëzër në ngu, me përkujtu vetë në ti apëtër.